Me fillimin e sezonit të ngrohjes rritet ndjeshëm mundësia e zjarreve kryesisht si pasojë e pakujdesisë njerëzore, instalimeve elektrike të vjetëruara dhe të amortizuara në ndërtesa, furrave me defekte dhe ogjaqeve të papastruara në shtëpi ose ndërtesa banimi. Sektori i punëve të brendshme tetov u bën apel qytetarëve për kujdes maksimal, përkatësisht të mos i lënë të ndezura trupat ngrohës kur nuk janë në shtëpi apo në hapësirat e punës për një kohë të gjatë, e sidomos ngrohëset, kondicionerët apo stufat me dru, sepse nevojitet vetëm një shkëndije vogël për të shkaktuar zjarr me pasoja serioze materiale dhe të tjera. Kjo vlen veçanërisht për ndërtesat e banimit, ku lokalizimi i zjarreve është shumë më i vështirë për shkak të mungesës së pajisjeve të nevojshme në shumë prej tyre dhe qasjes së vështirë në ndërtesa, kryesisht për arsye ndërtimore apo të tjera. Pronarëve dhe banorëve të ndërtesave u rekomandohet të kontrollojnë dhe pastrojnë ogjaqet, të paktën 2 herë në vit, por edhe të mos i mbingarkojnë instalimet duke ndezur disa pajisje elektrike në të njëjtën kohë. Kjo pasi sipas nenit 288 të kodit penal, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm përbën vepër penale, për të cilën është parashikuar dënim me burg nga 6 muaj deri në 5 vjet, e nëse është kryer nga pakujdesia, dënimi është deri në 3 vjet burg. Prandaj apelohet deri tek qytetarët që t'i respektojnë këto udhëzime për të parandaluar zjarret e mundshme dhe me këtë të parandalojnë pasojat më serioze për jetën dhe pasurinë e tyre, si dhe jetën dhe pasurinë e të tjerëve, thon nga sektori për punë të brendshme tetov.